Përshëndetje gocani, si keni kaluar? Wow, sot po shikoja më pas kam dalë thinjat, moj grau, plaka, për zotin. Sidomos të rrjetet sociale, plakesh më tepër akoma. Atëre, jam dy mesazhe. Që njëra më pyet, ma ka shkruar italisht, po që nga emri duket që është shqiptare, që më pyet thotë që të lutem si ke bërë speckat edhe qepët që përgatita për hamburger. Përshëndetje e dashur. Atëherë janë shumë të thjeshta. Grin speckat, qepën, i ve letër furri në tepsi, i dhi pak vaj ulliri dhe pak krip. Futi në furr, mund t'i lash aty të 20 minuta, sa e shikon ti që ato janë fishkur një qik, trazoj, edhe do t'i edhësh një filxhan kafe e uthull dhe një lugë e gjysmë sheqer kalembi. Edhe futi prap në furr, edhe leri që ato të ke pasysh të bëhen me uthull, leri që të vaporoj uthulla. Po ta them dhe italisht se ti në italisht ma ke nisur mesazhin. Edhe do t'i trazosh shpesh, ke pasysh duke shteruar uthulla, duke trazuar. Edhe do ta shikosh si do dalin qa tash. Unë bera shumë pak, po që mund të bësh dhe 2 specka në të njëjtën kohë, ose mund t'i bësh dhe të ndara, qepët më vete, speckat më vete. Unë preferova t'i bëja të dyja bashkë, po i kam bërë dhe të ndara. Bëjan shumë, mund t'i bësh dhe në digan, të njëjtën procedurë, si që i bërë në furr, i bën dhe të digani. Unë preferova tek furri, se furri i bërë më të leta në gatim, kurse të skuqura gjithmonë dihet ajo, vinë gjërat më të renda. Dhe mesazhi i dytë është prap një zonjë që i thot Elianës, në fillim ha bukën, pastaj fol. Okej, me zonjë e dashur. Eliana ime ka 10 vjeçe. Ti do kesh 40 e ca, si puna ime që më kanë dalë thinjat, e mos kaluar. Unë jam 40 e një qik, se s'kam vajt 40 e ca, po që 40 e një qik. Ti, na foto që të pashun ishe me malin nga mua. Po ti me thinja, unë me thinja, Aliana ime nuk ka arritur akoma. Që të kuptoj mesazhin tënd e kishan fjallën. Që të haj një bukë, pastaj të flasi. Në thonjza, që do të thot, është një fëmijë. Okej? Prandaja, hati një bukë, pastaj fol. Jo Eliana ime. Eliana ime akoma do të rritet, edhe vetë ti do t'i kuptoj gjërat. Edhe në qoftë se ha para telefonit, po themi, ti bëj mirë, se po i bëj njerëz më të mëdhenj atë gjë që han duke bërë video. Dhe jo një fëmijë 10 vjeçare. Ciao.